Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra. Allahu xhalla shanhu në Kur'anin famullar na tregon historitë dhe ngjarjet e pejgamberëve të tij, ngjarjet e të dërguarve të Allahut, të cilët përjetuan vështirësi, sprova dhe sfida të ndryshme. Por Zoti i gjithësisë thot në fund wal aqibatu lil muttaqin. Fundi i mirë do të jetë gjithmonë për të devotshmit, për besimtarët e mirë. Gjithashtu, krahas këtyre ngjarjeve, Allahu xhalla shanu na tregon edhe për popujt të cilët u shkatëruan sepse nuk besuan, sepse kundërshtuan pejgamberët, dolën kundër atyre dhe përhapën fesadin, shkatërimin në tokën e Zotit gjithësisë. Ajo që duhet themi është se njeriu nëpërmjet këtyre ngjarjeve reflekton dhe merr mësim. Allahu thot në Kur'an: "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Tregoju atyre ngjarjen, një ngjarje të caktuar, sepse ndoshta ata do të reflektojnë. Allahu përdor këtë metodë për të na edukuar, për të na mësuar. Gjithashtu pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në për shumë hadithe na tregon ngjarje të cilat kanë ndodhur tek popujt më herët. Sot në këtë hutbë do të ndalemi tek ngjarja e 3 personave të cilët mbetën të izoluar në një shpellë. Një shkëmb i madh ra prej mali dhe ata mbetën të izoluar. Kjo ishte sprova e 3 shokëve të cilët kishin dalë për në një udhëtim të caktuar. Mësimi i parë që ne marrim është se njeriu mund të sprovohet nga çasti në çast, nga momenti në moment. Mund të dalësh në mëngjes nga shtëpia jote dhe gjatë rrugës për në punë apo për diku tjetër mund të vijë një sprovë. Wala nabluwannakum. Allahu thot pa dyshim që ne do t'ju sprovojmë juve. Do t'ju provojmë juve, prandaj njeriu duhet të jetë gjithkohës i përgatitur që sprova të mos e gjej duke kundërshtuar Allahun. Sprova të mos e gjej në vendin e gabuar, sepse ndoshta atje mund të dorëzoj shpirtin dhe fundi i tij mund të jetë i keq më pas. Besimtari është gjithmonë i përgatitur. Është gjithmonë gati për sprovat që mund vinë nga Zoti i gjithësisë dhe përpiqet që të jetë gjithmonë atje ku është Allahu i kënaqur me të. Këta 3 shok kishin marrë një udhëtim. Dhe duke qenë se një stuhi e madhe po afrohej, vendosi që të shkojnë të ngjiten lart në mal dhe të strehohen në një shpellë. Pasi shkojnë atje brenda, një shkëmb i madh zbret prej malit, bie nga mali dhe bllokon hyrjen e shpellës. Janë një hap larg vdekjes së tyre, larg fundit të tyre në një vend ku askush nuk ishte, ku gjurmët e tyre ishin të fshira dhe ishin vetëm ata dhe Zoti i gjithësisë. Por ata ishin besimtarë të devotshëm, sepse kjo histori na tregon që ne të marrim mësime nga ata 3 shokë. Gjithashtu të marrim mësime nga punët dhe veprat që ata bënin, sepse përballë këtyre sprovave dhe vështirësive që ne hasim në jetën e përditshme, vetëm Zoti i gjithësisë mund na ndihmojë. Dhe gjithashtu mund ta shpëtojmë veten tonë vetëm duke bërë punë, vepra të mira. Dhe ky hadith vjen pikërisht në kapitullin e sinqeritetit, e veprave të cilat janë bërë vetëm për hir të Allahut. Një udhëtim normal i jetës së kësaj bote për një qëllim të caktuar lidhet bukur pra jeta e kësaj bote me besimin, me devotshmërinë, me sinqeritetin që duhet të ketë besimtari. Kur e shohin që tani më janë një hap larg vdekjes, ata mblidhen së bashku, diskutojnë dhe thonë: nuk mund na shpëtoj nga kjo fatkeqësi që ne ndodhemi, nga kjo sprovë që ne ndodhemi, illa an tad'u Allaha bi salihi a'malikum. Vetëm se nëse e lutim Allahun me veprat më të mira që ne kemi bërë gjatë jetës sonë. Dhe secili prej tyre shkon në një cep të shpellës dhe fillojnë të ngrenë duart lart. Pra strehimi i parë që ata gjejnë, çfarë është? Është duaja, është lutja. Ndërkohë ne sot kur përballemi me ndonjë sprovë, me ndonjë vështirësi, themi që sërish po na inkurajon tek lutja, nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër, nuk ka diçka tjetër që mund të bëjë besimtari, mund të ketë shumë gjëra.
Po gjëja e parë që i vjen ndërmend besimtarit është i drejtohet Allahut xhaleshan. Sepse nëse gjithë njerëzit përpiqen të shpëtojnë, posa ka caktuar i Madhi Zot, ata nuk të shpëtojnë dot. Dhe e kundërta. Nëse ata të gjithë duan të dëmtojnë, nëse i Madhi Zot se ka shkruar, ata nuk mund të dëmtojnë dot. Allahu thot në Kur'an: "Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su." Kush është ai që i përgjigjet lutjes se atij që është në dëshpërim, se atij që është në nevojë të madhe? Dhe kush është ai që ja largon fatkeqësinë? Padyshim që është vetëm Zoti i gjithësisë. Dhe besimtari në moment që përballet me sprov, ka një situatë vështirë ekonomike, ka një situatë vështirë shëndetësore, ka një vështirësi në punën, në jetën e tij, në familjen e tij, në shoqërinë e tij, streha e parë që duhet ta gjej veten, çfarë është duart që ngrihen me sinqeritet, me përulësi drejt Zotit dhe besimi që Allahu i dëgjon lutjet dhe vetëm ai i pranon dhe mund na nxjerrë në një situatë e caktuar. Secili zë një vend, një cep të shpellës dhe fillojnë të luten me veprat më të sinqerta, me veprat më të mira që kishin bërë gjatë jetës së tyre. I pari lutet duke thënë: "O Zoti i gjithësisë, unë kisha 2 prindër të moshuar, që gjithmonë i ushqeja përpara se të ushqeja familjen time, fëmijët e mi. Por ndodhi që një natë, për shkak se tufa e baktive u largua thellë në mal, unë nuk theva vonë shtëpi dhe ata kishin fjetur. Unë nuk doja që t'ja prishja rehatin, nuk doja t'i zgjoja për gjumit. Prandaj qëndrova në këmbë pranë derës së tyre me enën e qumshtit dhe prita derisa ata të zgjoheshin. Ndërkohë që unë prisja, fëmijët e mi kapeshin dhe vareshin pas këmbëve të mia, sepse donin që të ushqeheshin, ishin të uritur. Por unë kisha vendosur dhe kisha bërë një jetë që gjithmonë të ushqeja përpara prindërit e mi. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. O Zoti i gjithësisë, nëse ti e di që unë e kam bërë këtë vepër vetëm për kënaqësinë tënde, atëherë largoje këtë sprov për ne. Lëvizje këtë shkëm nga vendi i ti, këtë gur që ne nuk kemi mundësi ta largojmë dhe ta lëvizim vetë. Me përgjithësi thot, nëse kjo vepër ka qenë e sinqertë, pra nuk mundet dot njeriu të pretendojë, sepse Allahu e di të vërtetën e zemrave tona. Allahu e di vërtet se sa e pastër ka qenë një vepër e jona, pra kishte përulësi dhe thjeshtësi përpara Allahut. Në këtë pjesë të parë, ne kuptojmë edhe një herë rëndësinë që ka mirësjellja, respekti, dashuria, ndihmesa që besimtari duhet t'jap ndaj prindërve të tij. Allahu e ka urdhëruar këtë në Kur'anin familjar. Wa bil walidaini ihsana. Pas adhurimit Allahut çfarë thot? Silluni mirë në formën më të mirë me prindërit tuaj. Duajeni ata, respektojeni ata, ndihmojeni ata, shërbejuni atyre sa të keni mundësi, sepse ajo është dera juaj e xhenetit. Prindi, shërbimi ndaj tij dhe kujdesi dhe dashuria është dera e xhenetit. E sot ne jetojmë në kohë të vështira. Sot jetojmë në një kohë kur ky respekt dhe kjo dashuri është drejt humbjes. Dhe janë shtuar shumë vështirësitë për prindërit tanë, për të moshuarit tanë, për familjet shqiptare, për shkak se njerëzit janë larguar shumë nga këto vlera që i predikon dhe i sqaron në mënyrë të bukur dhe të mrekullueshme feja jonë, sepse prindi është dera e xhenetit. Sahabët e mëdhenj, kur njëri nga prindit e tyre ndronte jetë, ata fillonin të qanin dhe mërziteshin shumë. Nuk ishte thjesht dhimbja që ishte larguar prindi nga kjo botë, por ishte merakull dhe shqetësimi që një derë e xhenetit sapo mund mbyll. Pra mund mbyll dhe një mundësi për të fituar xhenetin e Allahut. Dikush prej tyre thotë: nëse unë qëndroj një natë duke i shërbyer prindërve të mi, duke u kujdesur për ta, dhe vllai im qëndron një natë gjithkohës duke u falur, unë e preferoj natën time sot përpara natës së tij. Pra gjykoj që nata ime është më e dashur dhe më e vlefshme dhe jam më i kënaqur me këtë veprim, me këtë shërbim që unë i bëj prindërve. Dhe Zot na ruaj, sepse Islami na mëson që një ndër gjunahet më të mëdha është keqtrajtimi i prindërve. Dhe jemi të vetëdijshëm që këto janë situata që ndodhin, që mund na prekin të gjithëve, që janë shumë afër nesh, ku njerëz të ndryshëm mund të keqtrajtojnë prindërit e tyre deri në nivelet më ekstreme që mund të shkojnë mendja e njerëzit. Por feja na mëson se nëse ka 2 gjunahe, të dënimi të cilave vjen që në jetën e kësaj bote,
njëri prej tyre është padrejtësia dhe tjetri është keqtrajtimi i prindërve. Qofse ne nuk kujdesemi për prindërit tanë, i shqetësojmë, i keqtrajtojmë ata, atëherë ta presim ndëshkimin e Allahut që në këtë botë, përpara ndëshkimit që do të ketë njeriu në botën tjetër. Kaq shumë lart e ngriti Allahu respektin, dashurinë dhe mirësjelljen ndaj prindërve. Dhe ishte kjo mirësjellje, kjo lutje që ky person bëri, ky sinqeritet që ai kishte, me të cilën Allahu e lëvizi pak atë gur, atë shkëmb. Walakin la yastati'una al-khuruj. Por ata nuk kishin mundësi, e shikonin qiellin, por nuk kishin mundësi të dilnin. Personi i dytë filloi të lutej dhe tha: O Zoti i gjithësisë, unë kisha një person të afërm, një grua, një femër, e cila më pëlqente shumë, e doja shumë dhe dëshiroja që të kisha marrëdhënie me atë femër, jashtë kurorës martësore. Por ajo gjithmonë më refuzonte sepse ishte besimtare, sepse i friksoi Zotit. Deri në një moment që ky person ishte në vështirësi të mëdha ekonomike dhe erdhi pranë meje dhe më kërkoi që unë t'i jepja ndihmë, t'i jepja para. Dhe atë moment unë e shfrytëzova dhe i thash që këto para mund t'i jap vetëm nëse ne së bashku do të kryejmë immoralitet. Në një transmetim të thuhet që ajo grua, ajo besimtare filloi të qante me të madhe. Dhe ky njeri u çudit dhe tha që ti po qan, je në vështirësi, sepse nuk do ta kundërshtosh Allahun. Ndërkohë shiko sa i qetë jam unë, që jam në mirësi dhe dua ta kundërshtoj Zotin e gjithësisë. Do të sipas transmetimit tjetër, në momentin që ky person do të kryente marrëdhënie me këtë femër. Pra ndonjëherë njeriu është kaq hapa larg gjunahut, kaq hapa larg mëkatit, kaq hapa larg shikimit tek ajo që Zoti e ka ndaluar. Dhe të rinj padyshim që janë më të sprovuar nga ky fenomen, sidomos në kohën që ne jetojmë. Në momentin që do të kryeja marrëdhënie me të, ajo më tha: ittaqillah, friksoju Allahut. Dhe mos e shkel kurorën, friksoju Allahut. Dhe në atë moment e thot, u tërhoqa pas, reflektova, më kujtua Zoti i gjithësisë, dhe frika që duhet kem ndaj tij, dhe i thash: shko, je lirë. Ti kam falur dhe parat edhe vazhdo. Disa dietarë e konsiderojnë veprën e këtij njeriu si veprën më të lartë të 3 personave, sepse të largohesh nga gjunahu kur je shumë pranë tij, kjo është një vështirësi shumë e madhe. Kjo është një sprovë, një fitnë shumë e madhe ku mund të bjerë njeriu. Dhe vetëm frika ndaj Allahut mund të jetë ajo që mund ta ndalojë njeriu. Nga kjo ngjarje ne kuptojmë gjithashtu që besimtarët duhet vazhdimisht ta këshillojnë njëri tjetrin. Sepse nuk e dim se cili do të jetë momenti që këshilla jonë do të bëjë dobi. Sepse një fjalë vetëm, friksoju Allahut, bëri që ky njeri të shpëtonte nga rënja në immoralitet. Dhe ajo që ai bëri më pas ishte jo vetëm që u pendua dhe u tërhoq nga gjunahu, por bëri një sjellje të mirë, bëri një vepër të mirë ndaj kësaj vajze. Dhe tha: o Zoti i gjithësisë, nëse unë të vepër kam bërë për kënaqësinë tënde, atëherë largoje gurin, largoje shkëmbin nga hyrja e shpellës. Dhe thot shkëmbi, guri lëvizi pak, por ata sërish nuk kishin mundësi të dilnin. Erdhi nata e personit të tretë, do të bënte lutjen e tij, tha: o Zoti i gjithësisë, unë kisha shumë njerëz që i merrja në punë. Të gjitha ata morën pagesën e tyre, përveç një personi me të cilin debatova, nuk ram dakord për pagesën dhe ai u largua pa marr pagesën e tij. Unë këtë pagesë, që ishte gjysmë dirhem, pra një sasi e vogël parash, unë e investova për të. E investova në bakti, në gjë të gjallë. Aq shumë sa ato u shtuan dhe mbushën një lugim të tërë. Pas shumë vitesh ku ky person ishte në nevojë, vjen te ky dhe i thotë që: o njeri, më jep pagesën, që kisha për të marrë tek ti përpara kaq vitesh, sepse kishte nevojë tani për para. I tha: e shikon këtë lugim me bakti, me gjë të gjalla, me dele, me lop, me deve, është e gjitha jote, është e gjitha pasuria jote. I tha: e te stehzi ubi, apo tallesh ti me mua? Pra mos u tallë me gjendjen time, mos u tallë me nevojën time. I tha: nuk po tallem, por unë atë pasuri që ti kishe për të marrë atë pagesë e investova dhe kjo sot është e jotja. I mori personi, thotë, të gjitha dhe nuk la asgjë pas. O Zoti i gjithësisë, nëse unë e bëra këtë vepër për kënaqësinë tënde, atëherë lëvizë guri. Dhe guri lëvizi dhe ata kishin mundësi që të dilnin. Në rastin e tretë, ne kuptojmë dhe reflektojmë
që feja jonë na mëson që punëtorit t'i japim hakun përpara se t'i thatë atë djersa. Ky është një mësim i rrallë, për të cilën ka nevojë shoqëria, për të cilën ka nevojë bota. Punëtorit i jepi pagesën, i jepi hakun përpara se t'i thahet djersa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë do të jem armik në ditën e gjykimit ndaj atij personi që ka marrë njerëz në punë dhe nuk u ka dhënë atyre hakun. Allahu thotë: "Wa awfu bil uqud." Përmbushini premtimet, përmbushini marrëveshjet e ndërsjellta që ka punëdhënësi me punëmarrësin. Islami nuk na mëson vetëm për jetesën tonë brenda xhamisë, vetëm për adhurimet tona. Përkundrazi na mëson edhe për jetën tonë, edhe për punën tonë, dhe për raportet që ne kemi me njerëzit. Sepse ndodh ndonjëherë që ti mendon se je shumë i devotshëm, por u ke hyrë shumë hak njerëzve. Dhe kjo do të jetë një nga pasojat më të vështira me të cilën do të përballet njeriu kur shkojnë ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë u tha shokëve të tij: "E tedrune menil muflis." A e dini se cili është i falimentuari? Thanë: "Po, e dim cili është i falimentuar. Ai që nuk ka asnjë para, ai që nuk ka asnjë lloj pasurie." Ne këtë e konsiderojmë falimentuar. Jo, nuk është ky i falimentuar i vërtet. I falimentuar është ai njeriu i cili do të vijë në ditën e gjykimit. Bil salati, wa siyami, wa zakati, wa hajj, do të vinë ditën e gjykimit përpara Allahut. Me shumë namaz, me shumë agjerim, me shumë zakat, me shumë hajj, me të mira thot kel xhibel, ai sa masia dhe lartësia e male. Por krahas këtyre veprave, ky besimtar kaq i mirë në adhurim dhe përpara Zotit. Krahas asaj sot çfarë bëri thot? Hëngri pasurinë e filanit padrejtësisht. E goditi filanin, e derdhi gjakun e filanit, e përgojoi filanin, shpifi ndaj filanit. Dhe të gjithë këta thot marrin prej të mirave të tij, sepse atë ditë nuk do të ketë më tregti, nuk do të ketë më shitblerje, po do të këmbejnë njerëzit të mirat dhe të këqijat e tyre. Këta njerëz që ju është bërë padrejtësi, marrin prej të mirave të tij. Dhe kur marrin të mirat, çfarë bën? Ngarkohet me gjunahet atyre të tjerëve. Ngarkohet për gjëra që në realitet nuk i kishte bërë ndoshta. Ngarkohet me të këqijat e robërve të tjerë, njerëzve të tjerë. Dhe më pas hidhet në zjarrin e xhenemit. Ky është i falimentuari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin tjetër që e përmbledh këtë ngjarje dhe shpjegon të gjitha raportet që njeriu ka në këtë botë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kujton edhe një herë për se Islami është një fe e cila përfshin çdo sferë të jetës sonë. Thot ittaqillaha haythu ma kunt. Ruaj kufijtë e Allahut kudo që të jesh. Pra kje ndërmend që Zoti të shikon, që Zoti të dëgjon, që Zoti është ndjeni për çdo gjendje tënde. Prandaj friksoju Allahun. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kur të bësh një vepër të keqe, siç u nis ky person i dytë për të bërë një vepër të keqe. Pas veprës së keqe, bëj një të mirë, sepse e mira do ta fshijë të keqen. Dhe ai këtë bëri, pasi u nis për të bërë një të keqe, edhe pse u tërhoq, çfarë bëri? I dha para, e ndihmoi. Dhe kjo e fshiu veprën e keqe. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dhe sillu me njerëzit me moral të mirë. Mos i bëj padrejtësi njeriu. Mos shiko është besimtar apo nuk është besimtar. Mos shiko se nga cili fshat apo nga cili qytet është, nga cila raca apo nga cili shtet apo nga cila origjinë, sepse ai është individ. Dhe ke përgjegjësi ndaj tij përballë Zotit që të përmbushësh fjalën tënde, marrëveshjen që ke me atë person, sepse do t'japësh llogari ditën e gjykimit. Dhe të mos çuditemi pastaj nëse përballemi me pasoja që ne nuk kemi përgatitur. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Në fund fare, komenti më goditës i këtij hadithi, të cilin e bën imami i mirënjohur Ibn Xhauzi, Allahu e mëshiroft, thotë: O ti njeri që e dëgjon këtë hadith, ti që e lexon këtë ngjarje, ti që u informove mbi këtë ngjarje, mendo sikur ti ishe ti personi i katërt. 3 persona e bën lutjen e tyre dhe nuk dalin dot nga shpella. Tani është rada jote të lutesh me veprën më të mirë dhe më të sinqertë që ti ke bërë jetën tënde. Të mendojmë, a kemi ne ndonjë vepër të tillë vallë? A kemi ne ndonjë vepër kaq të mirë dhe kaq sinqertë dhe që kemi mbatur të fshehtë që nuk e di asnjëri, që ta përdorim në ato momente? Padyshim që përgjigjja e kësaj pyetje nuk është e lehtë.
duhet të jetë e vështirë, sepse kjo është vepra e jetës sonë, është vepra më e rëndësishme, është vepra për të cilën ne duhet të kërkojmë dhe duhet të sakrifikojmë shumë. Sa jemi gjendur pranë ndonjë nevojtari, ndonjë jetimi, ndonjë studenti, ndonjë njeriu që është në borxhe, ndonjë njeriu që është i smur, a jemi përpjekur për njerëzit që t'i drejtojmë, që t'i orientojmë për në rrugën e drejtë? Çfarë përpjekje kemi bërë ne? Çfarë pune të fshet kam bërë? Çfarë kemi bërë ne që mund të luteshim? Dhe mësimi i fundit është ai se këto sprova që na rrethojnë, këto vështirësi dhe fitne me të cilat ne përballemi në jetën tonë të përditshme, kanë vetëm një zgjidhje. Që ne mësojmë nga kjo histori dhe kjo zgjidhje çfarë është? Bashkëpunimi i besimtarëve me njëri tjetrin. Këta të tre nuk provuan secili mënyrën dhe rrugën e tij dhe përpjekjen e tij, por thanë, hajde të bashkojmë forcat tona. Hajde të bashkojmë punët tona. Hajde të lutemi secili me veprën më të mirë në mënyrë që Zoti na shpëtojë nga kjo fatkeqësi. Nuk janë vëllezër me njëri tjetrin sinqert, nëse nuk bashkojnë dhe nuk ja shtrin dorën në ndihmës dhe bashkëpunimit me njëri tjetrin, atëherë do të jetë vështirë që ne të përballemi me sprovat dhe vështirësitë e kësaj bote, dhe Allahu thotë në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmojeni, mbështeteni njëri tjetrin në punë të mira dhe në devotshmëri. "Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Por kursesi mos bashkëpunoni në mëkat, në gjuna dhe në shkatërim. Pra nëse ne si besimtar ftohemi që të bashkëpunojmë, të bëjmë pjesë e një projekti, një pune të mirë, atëherë gjëja e parë që ne duhet të ndjejmë ndaj kësaj gjëje është të afrohemi, të japim ndihmën tonë, të themi fjalën e mirë, ta inkurajojmë, ta motivojmë, të nxisim gjithmonë të mirën. Dhe asnjëherë të mos bëhemi palë me të keqen dhe me padrejtësi. Lutim Zotin që këto mësime të bëjë të dobishme për gjithsecilin prej nesh. Lutim Zotin që nga këto histori të nxjerrim shumë e shumë mësime dhe urtësi, të cilat i aplikojmë në jetën tonë të përditshme, sepse brenda fjalës së Allahut, brenda fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka mësime dhe dobi të shumta për gjithë besimtarët. Lutim Allahun na i pranojë veprat tona të mira, na i fal gabimet, gjunahet tona. Lutim Zotin të ndihmojë besimtarët muslimanë kudo që ndodhen anë kënd botës. Lutim Zotin që ti mëshiroj të vdekujt në mesin e muslimanëve, të shëroj të smurat në mesin e tyre dhe të ndihmoj ata që janë në vështirësi. Amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.